Huamarrja në valutë vazhdon të mbetet një fenomen i ndjeshëm në ekonominë shqiptare, sidomos për shkak të rrezikut që sjellin luhatjet në kursin e këmbimit. Kreditet pa mbrojtura nga kursi i këmbimit janë ato huat të marra në një monedhë të huaj, zakonisht euro, nga subjekte që nuk kanë të ardhura në të njëjtën monedhë. Kjo do të thotë se në rast të zhvlerësimit të lekut, pagesa e kosteve bëhet më e shtrenjtë duke rritur barrën financiare për huamarrësit. Raporti i stabilitetit financiar i Bankës së Shqipërisë tregon se në 6 muajin e parë të vitit 2025, teprica e kredisë së pambrojtur është rritur me 4%, ndërsa krahasuar me një vit më parë, rritja shkon në 6.5%. Ky zgjerim është nxitur kryesisht nga bizneset, të cilat i kanë shtuar kredite pambrojtura me 13.4%, ndërsa tek individët është vërejtur një thkurrje lehtë prej 1%. Struktura e huave tregon se 56% e kredive të pambrojtura janë të lidhura me pasuri të paluajtshme, ndërsa rreth 14% me sektorin e tregtisë. Kredia për pasuri të paluajtshme u rrit me 3.4% në këtë kategori, duke reflektuar vijimsinë e kërkesës për blerje dhe zhvillime në tregun imobiliar. Megjithatë, ekspozimi mbetet i lartë, cilësia e portofolit është përmirësuar. Raporti i kredive me probleme për huat e pambrojtura ka rënë nga 3.9% në 3.7%, ndërsa për kredit për pasuri të paluajtshme ky tregues është rreth 4%. Ky shihet si një zhvillim pozitiv për sistemin bankar, por rreziku nga kursi i këmbimit është i pranishëm, sidomos në kushtet e paqëndrueshmërisë të tregjeve ndërkombëtare. Banka e Shqipërisë ka bërë thirrje edhe më parë që huamarrësit të tregohen të kujdesshëm dhe të shmangin huat në valutë, nëse nuk kanë të ardhura në të njëjtën monedhë, pasi kjo i ekspozon ndaj goditjeve të papritura të kursit.